Ja, mu këtu para me është duket bërë vezën mbretëresha, por shikoj një pak të mbretëreshën. Pra pyetje me spec, çfarë racë është kjo mbretëresha? Ajo që po ta shikoni me vëmendje, shikoni që trupi i kësaj është pak i shtremt, barku nuk e ka drejt, e ka pak si të shtremt. Dhe arsyeja pse e ka si të shtrembët është sepse kur kam pas bërë ndarjet, duke i marrë ato qibukt, ja tek po bëjmë pra vezën aty, si janë hiq se unë po e shoh, nuk është fare e turpshme. Si shtu thënë, kur i kam pas prej qibukun, kjo ka hyrë vitin e 3. Kur unë i kam prej qibukun, e kam shtyp pak pa dashje dhe mendova se nuk do linde mbretëresh nga aty. Por mbretëresha lindi, por si shihet lindi e deformume. Por më pëlqen si blet, si koloni, si mbretëreshe shumë e qetë dhe shumë punëtore. Nga ushe ajo. Ja, ku bën lojra. Shikoj një me vëmendje, nuk e ka trupin e drejt, e ka si të shtremt. Ja se çfarë ndodh kur ti i shtyp qibukët, kur ti pret nga një kornizë për t'i vendos tek një tjetër, vedi sa mund të arrin të dalloni. Besoj se ato që më ndjekin që nga fillimet kur kam hyrë në YouTube, para një viti e gjysmë, e mbajnë mend se va kam tregu dhe një herë tjetër. Gjithsesi, mbretëresha është e fortë. Edhe shumë e bukur. Gabele është. Puro gabele. E kalon